Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Telefonata e parë ka mbritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Zoti Bashki, mund tash, çdo të thotë fjala drejtësi, çdo të thotë fjala qeveri, dhe çdo të thotë fjala parti. Çdo të thotë sipas jush. Po, në kohën e Enverit ka pas një parull. Kur flet Enveri dhe vendos partia, ngrihet në kam e gjithë Shqipëria. Po? Nësa sot, kur flet Rama dhe vendos partia, qohet në kam e gjithë drejtësia. Të lutëm, ka drejtësia s'ka në Shqipëri. Dhe kujt e shërben kjo drejtësi? Popullit, oligarkëve, apo shtes varfër dhe të mesme. Pse kështu e shikoni këtë konfliktin që thonë gazetat për qeveri SPAK? Jo, të lutëm edhe njerë. Jo, përse thoni që nuk ka drejtësi? Nga niseni? Po ta them se s'ka drejtësi. Po. Sepse urdhërohet nga dikush që nuk du të urdhërohet. Drejtësia është pushtet në veti. Apo jam gabim? E keni fjallën nga kush urdhërohet? Ti themi gjëra troq? Nga qeveritarët. Nga qeveritarët. Për a nuk janë në konflikt tani qeveritarët me sistemin e drejtësisë? Kam frikë se janë lojna politike për të hedhë sy popullit. Pra e quani si një loj politike këtë konflikt të shpalosur? Për mua është loj politike aq e ullë, aq e ndyrë, sa kërkush nuk di ta shpjegoj e mirë këtë loj. Sepse vetë, vetë rjerje që ka nërë dhe i sot, po tërgojnë se kush e drejtësia, kush e qeveria. Qartë. Unë ju falenderoj. Dhe kam falë dhe minutë, se ka prënu vetë Zoti Rama, ka thonë drejtësi në Shqipëri e drejtojon, dhe unë jam koka e drejtësisë, që që pret popullit. Qartë. Unë ju falenderoj që sjellni mendimin tuaj ashtu siç e keni, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Unë ju ftoj, jemi në hapësirën dedikuar zërit të qytetarëve, jemi në hapësirën duhet të sjellim problematikat nga jeta jonë qytetare. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashki. Mirëmëngjes. Unë duhet të gjatë tjetër, si ka mundësi që 1 euro gjysmë toka mrena spitalit kryesore të Tiranës. Kur në knehet, a 50 euro me megatrorë. E dyta duhet di, zoti Bashkim, sa pune po bon bashkia se të filloj shinat e panderës të një? Se të pune për hatin e kanaleve të dorësit. Pra si paraprin përmbytjeve të pritshme. Që ka bo alamet punimi kastrati, që ka shpivujt vetive shkendet, e ka fruke ju. Bëni mirë që e ngrini këtë pyetje pikërisht për të zgjuar institucionet që të marrin masa paraprake dhe të mos presin kur të ndodhin ngjarjet, po. Sa po bëhet me të familjet dursake që kanë këtë 300 vjetë, që janë dursak, që të ndodhin me mu nesër mas nesër, që ka marrë bujtës, unë nuk jam banos, jam bujtës në dorës, kur ju ini ka 400-500 vjetë dursak, unë që ka marrë, unë jam bujtës, më dhjëm qera zi. Që ka mësi do t'jën të shkatrojnë të familjet njëta dursake, edhe qytetarët e dursit nuk në rihen. E katërta. Nësa gjën, burri, si sa shësejme, të një mërë dhe sa shësejme, s'kim qabim tjetër, burri këtë e bashkijës, nësa gjën ka vitun 200.000 euro. Kjo është duke ti se për jetë, a e vjen, kjo është a mojtë apo gjatë. Respekt me kalon si që më mirë. Qartë, faleminderit për ato pyetje serioze dhe ato shqetësime serioze që ngritët, sigurisht për këto kuriozitete që keni, a është e vërtetë ose është e vërtetë, nuk mund të japim ne përgjigjen për këtë gjë. Urdhroni. Mirëmëngjes apo çajnjos. Mirëmëngjes. Po vetëm 2 fjalë ose për ta 2 sultanët. Urdhroni. 2 sultanët, cilët na thuaj një emrat e sultanëve, pastaj vazhdojmë 2 fjalët. Domethënë nëse dysh Sali Berisha e Viljin dhe e Tirama. Po? Ju i quani sultanët. Po qytetarëve, nuk e do, nuk është patriot. E marrova, nuk i mohabet. Qyteti ka dokumente që UN-24 që ka kërcënuar atë përgjithmenin Kërbiska për punë e armatimeve të diktaturës, që shtetit shqiptar, $150 miliard,
E kupton se rrezikshëm është ky e vlen 10.000 herë Shqipëri, me çka mrena, me njerëz dhe me prona. Do mos llogaritet këto gjykate që janë të tjerë, paga e tjera. Po ky është e vrasës. Se kemi një gjurë tjilë se një zekata e i bonte matematikin 21 për 2 qira, sa shkoni fikime, do mërë të akun e vetë parat e aksion në qerit, se ikim pasurin e qetit ato, parat e aksion e armatime. Kërë i rëmbeu të gjitha dhe vrau, korruptojnë ata ty, po për ishtë 3-4 të ikim, që sa në gjatë të kaptuar aksident, terenin e kemi parë, atë aksidentën që a i ka shtukur. Pra këtë mendimin tuaj ju e thate në mënyrë figurative, 2 sultanët. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Ju lutem, flisni. Presim telefonatën e dikujt që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Vlora apo jo? Vlora, po, si je? Mirë, ja, sot kemi pejsazh të bukur në dritaren e studios tonë në Durrës. Besoj dhe në Vlorë mëngjes i bukur ka ardhur. Po. Sot është ko e mirë sot. Po? Unë dhe se flit janë që këpatër po të rese. Po? Shiko, nuk është avi të dalës edhe të vrash e të pres polica të dhe. Po unë se kuptojnë diçka. Protestat vetë me vot, kush merë votën, atje në votime, po jo me vrasje me presje, se ka filluar keq jo. Ka filluar shumë keq, nuk e di se ku do shkoj kjo punë. Po të zeme sinjeritet, vend jem na 18 vjeç, na 16 vjeç, vend i qojnë prindit, edhe vim puna pasaj ku vridet sot, ma vrau qeveria, thot. Po i shtyn vetë prindit. Pra ndaj të muna që... Qarë, pra të ndryshoj mënyra e protestimit, thënë jo, të mos ketë dhunë në protesta, nga të dy palë, pa. Po ku takon të vejtë fëmija i vogënë, vejtë të vinë na 13 vjeç, na 12 vjeç, që lojnë me guru. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që silni në vizimin tuaj, vazhdojmë të presim, kemi edhe 3-4 minutat të tjera në dispozicion për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Në një stikë duka i një prap, Lena kam 2 muaj s'kanë lëviz nga veni. 1 minutë, edhe një minutë së Një makina vin, një makinë shkon. 1 minutë pra ta marrim nga fillimi i bisedën. Da. Cili është shqetësimi që do të bëni publik? Lena të rinë shtoqe. Nuk të vizin nga veni. Dere gazetarin se kusën kishtia. Sa arë kryetari e bashkisë, nuk hyri vetëm qëtë muri të hyri. Edhe i ku, as takoj asin. Për 1 minutë, për çfarë zonë bëni fjalë dhe kuj... Kujtë zruktaria që parë për... Po pra pritë, për ne të thashtë të fillojmë nga fillimi, në thoni që tek zruktaria, ato plera që janë caktuar... Atere, ato plera që janë caktuar si stacion tranzit, aty nuk tërhiqen dhe ai nuk është më stacion tranzit, po është këtu në vend grumbullimi plerash. Ky është shqetësimi që sillni apo jo? Gjithë si lagjeve kemi quajtur një peticion. Po, keni quajtur dhe një peticion, keni marrë përgjigje? Kemi shkuar, akoma të zgjidhur. Akoma nuk është zgjidhur. Qartë, unë ju falenderoj që sillni sensibilizoni për këtë problem të rëndësishëm që shqetëson komunitetin dhe qytetin e Durrësit. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Këtë bezdide sot i ftojmë ata pak ish minator që janë të vinë para parlamentit në ora 10. Para parlamentit në ora 10, sepse u diskutua dje dhe par dje për statusin e minatorit. Po dhe sot lajmet nuk janë të mira për këtë gjë, apo jo? Edhe lajmet janë shumë të këqija dhe pse pam që deputet, do me thënë, edhe me emra Vullnet Sinaj, krahason punën e minatorit me punën e baletit të balerinave. Ose, jo të marrin specialistët, po marrin Zekinen. Zekineja djerë nga Roskoveqi, tuj puna dedi dit. Tani ne duam specialistat e tek statusi, sepse unë e kam thënë të gjitha punët janë të vështira,
Po më të vështirë se puna e minatorit nuk ka asnjë. Tani, që të flitet një deputet duhet të jetë anadolak që të thotë që është edhe puna e baletit, e balerinës, është e vështirë. Unë çudite me këtë millet, me këta kuadro që kemi ne. Vullneti të shikoj ato se unë pardje ka marrë një produkt, në ato bë 5 dishet për të keras dikë, dhe në 28 shkurta jo s'ka donë. Vullneti ato të shohi big marketet që i ka me mallra të skaduara. Dhe me etiketa falso. Po nejse, s'ka shtet është shteti që mbron hajdutët dhe spionët dhe servilat, këtu do jemi ne të katandisur. Në këtë dorë do jemi. Atëre, sot në orën 10 para parlamentit, ju do të organizoni protestën e radhës? Po, protestën e radhës, si që mund të rinteve. Të falenderojmë Bashkim. Keni shpresë që mund të ndryshojë diçka në këtë qëndrime? Ajo është në diskutim do ndryshoj, ose ato molotovët që përdorin çane për more, do t'ja ufusim ne këture kundërshtarëve në gojë. Se ajo ka mbetur tani. Jo, puna është mos arrim deri tek dhuna, tek molotovët. Tani jeta jo niku Bashkim, kemi do na kish marrë zoti atje në përminiera si shokët tonë me 10 që i kemi nxjerrë me duar tona. Fundit le të ikim ne, se ne vdesim pa dignitet. Pra sot në orën 10 para parlamentit. Po, në vitin 2019, ne ishim 13.618 ish minator, sot a ka ngel, 2.000 pak as ka ngel. Prandaj problemi i pasgjitur gjithashtu. Ishte telefonata e fundit për një problem tepër të rëndësishëm që nuk po gjen zgjidhje, megjithëse që qytetarët e kanë ngritur zërin prej shumë viteve. Vitet kalojnë, por në ikën jeta, thotë qytetari, dhe problemi mbetet i pasgjidhur ose i nënvlerësuar dhe i patrajtuar, siç meriton gjithë kontributi i dhënë, kontributi që kanë dhënë minatorët në vite gjithë një jetë të tërë nën tokë. Këtu përfundojmë edhe bisedat tona, përfundojmë edhe emisionin për ditën e sotme për të takuar sërish nesër. Bashkë miropafshim.